Ish banorja e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania Valbona Mihilli ka qenë së fundmi e ftuar në një studio televizive ku është vënë përballë pyetjeve pikante dhe ngacmuese. Asaj ju kërkua një koment në lidhje me deklaratën e opinionistit të reality show të Arber Hajdari, i cili u shpreh se Valbona është banorja më pak inteligjente e këtij edicioni. Ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri u shpreh se për Arbrin nuk ka mbaruar akoma Big Brother dhe se sipas saj ai nuk ka qenë mirë në ato momente. Pjesë nga intervista. Arber Hajdari pak ditë më parë të quajti si banoren më pak inteligjente të këtij edicioni, por që kjo banorja më pak inteligjente zgjati 3 muaj e ca, ke një përgjigje për t'i dhënë Arbrit? Unë shoh se për Arbrin nuk ka mbaruar akoma Big Brother, po jep ato mendimet në karrike tjetër e që mendon se është e koltuku i kuq dhe i duhet i jap disa mendime. Nuk jam dakord me atë çfarë thot Arbri, megjithatë, nuk besoj që një banore jo inteligjente, një banore jo e fortë mund të arrijë të jetë brenda Bigut 3 muaj e 5 ditë, siç ka qenë Valbona. Kam përshtypjen që Arbri nuk ka qenë mirë në ato momente sepse ai nuk arriti kurrë të kuptonte se si duhet trajtuar një vajzë brenda shtëpisë së Big Brother. Imagjino jashtë saj se ç'a mund të themi. Kjo ishte për batut, megjithatë, Arbri është nga ata të cilët krijojnë reaksion nëpër intervistat e tyre. Mund të them tani, Arber Hajdari është Arber Hajdari, kështu që ja pranojmë edhe atë që komenton post Big Brother. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.